Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse pini ujë me limon para gjumit për një javë, nuk do ta besoni çfarë i ndodh trupit tuaj. Uji me limon para gjumit është një mënyrë shumë e mirë për të hidratuar trupin me ushqyes dhe vitamina. Ky ujë është dobishëm për çdo qelisë të trupit dhe ka efekt pastrues për organizmin. Nëse pasturoni me lëng limoni, uji do të ketë shumë alkalin, që do të thotë se sistemi juaj tretës do të përfitojë më shumë prej tij. Dhe ndërkohë, uji me limon ju mban të hidratuar dhe njëkohësisht përmirëson funksionin e muskujve dhe tretjen. Sipas të dhënave, ahtësia e limonit nxit prodhimin e lëngjeve tretëse dhe njëkohësisht qarkullimin e tyre. Përse janë limonët kaq të veçantë? Limonët kanë një shije të mirë, por janë edhe një burim i shkëlqyer i vitaminës C, polifenoleve dhe njëkohësisht antioksidantëve e të tjerë. Për më tepër, antioksidantët e kurojnë organizmin nga radikalet e lira dhe gjithashtu, pirja e ujit me limon që në mëngjes i jep trupit tuaj antioksidantët e nevojshëm për rigjallërimin e lëkurës dhe freskinë e saj. Përse ju duhet që të pini ujë me limon në darkë? Uji me limon të bën mirë në çfarëdo lloj ore të ditës, por darka ka më shumë rëndësi, tregojnë informacionet. Pirja e një gote me ujë në darkë ka efekt hidratues për trupin kur ai është duke punuar gjysmë me qetësi dhe zbut urinë. Ekspertët gjithashtu thonë se uji me limon e furnizon trupin me të gjithë ushqyesit e nevojshëm që e pastrojnë dhe i hidratojnë atë që në fillim. Ndërkohë, hidratimi është njëkohësisht shumë i rëndësishëm për shëndetin. Njeriu humbet lëngje çdo ditë dhe nëpërmjet frymëmarrjes, dukuri e cila ul nivelin e përmbajtjes ujore të organizmit. Kur organizmi është i hidratuar, atëherë ai është më energjik dhe njëkohësisht mban organet tuaja më në formë. Në qoftë se ju i zëvendësoni pije të ëmbëlsuara ose ato me kafein me ujë me limon, atëherë ju do të përfitoni më pak kalori dhe shumë ushqyes të dobishëm. Kjo është një strategji fitimprurëse për trupin dhe njëkohësisht për trurin. Mënyra se si ne nisim ditën tonë po ashtu është mjaft e rëndësishme, po aq sa edhe se si e mbyllim atë. Trupi ynë është i përbërë nga organe dhe inde të cilat zgjohen të dehidratuara dhe në nevojë të dëshpëruar për ujë, në mënyrë që të largojnë toksinat dhe njëkohësisht të ripërtërinë qelizat tona. Për ta bërë këtë gjë, nuk duhet të shohim përtej një gote me ujë të ngrohtë dhe limon për ta nisur ditën në mënyrën e duhur. Receta e përgatitjes është shumë e thjeshtë. Shtrydhni një gjysmë kokër limoni në një gotë të vakët me ujë. Uji i ngrohtë në mëngjes ka rëndësi sepse ndihmon në zgjimin e të gjithë trupit, ndërkohë që uji i ftohtë mundet që të dëmtojë organet tona. Përgjatë pjesës tjetër të ditës, ju mundet që të konsumoni lëngun e limonit me ujë të ngrohtë ose të ftohtë sipas preferencave tuaja. Shumica prej nesh nuk marrin mjaftueshëm ujë përgjatë ditës dhe uji është mjaft i rëndësishëm pasi ai përbën 60% të peshës totale të trupit. Shtimi i limonit në ujë do të thotë marrje edhe e vitaminës C, hekurit, kalciumit, kaliumit dhe njëkohësisht fibrave të pektinës. Për të mos harruar, janë edhe përbërësit antibakterial të cilët po ashtu ndihmojnë në mbajtjen e shëndetshme të organizmit. Shumë njerëz e përdorin ujin me limon edhe si një zëvendësues të kafes,
Ndaj në qoftë se ju po përpiqeni t'i largoni sadopak kafeinës, uji i ngrohtë me limon mundet që t'ju ndihmojë në këtë proces. Këtu ju do të mësoni të gjitha arsyet se përse ju duhet që të pini rregullisht ujë me limon. Reduktohet risku për infarkt në zemër sipas shoqatës amerikane të zemrës. Pastron lëkurën dhe gjithashtu redukton shenjat e plakjes duke përfshirë edhe eliminimin e rrudhave. Vepron gjithashtu si një detoksifikues dhe sipas një studimi, uji me limon ka aftësinë që të kryejë të gjitha funksionet e mëlçisë. Përmirëson gjithashtu humorin dhe ekuilibron emocionet. Balancon nivelet e pH-it në trup. Përmirëson shenjat e inflamacionit dhe vepron si një reduktues i dhimbjes së lehtë. Ndihmon gjithashtu në shërimin nga dhimbja e kokës, lehtëson diskomfortin si pasojë e konstipacionit, shton oreksin dhe njëkohësisht kontribon në shtimin në peshë, në rast se ju jeni nën peshë. Përmirëson aromën e frymës tuaj, qetëson dhe rregullon aparatin respirator, lehtëson infeksionet e traktit urinar, rregullon dhe parandalon dehidratimin dhe lodhjen e veshkave, rregullon metabolizmin tuaj, parandalon lodhjen e trurit në punë apo në shkollë dhe njëkohësisht forcon sistemin tuaj imun, redukton edhe prodhimin e mukusit në rrugët e ajrit, pastron organet e brendshme dhe i ndihmon ato që të funksionojnë në një mënyrë optimale. Nxit funksionimin normal të aparatit tretës, ju ndihmon gjithashtu në arritjen e një shëndeti të mirë në tërësi. Këto janë përfitimet të ujit me limon dhe si ta përgatisni. Vitamina C. Agrume si për shembull limonët kanë mjaftueshëm vitaminë C, një antioksidant kryesor i cili ndihmon në mbrojtjen e qelizave nga dëmtimi i radikaleve të lira. Limonët nuk kryesojnë listën e agrumeve me shumë vitaminë C, por lëngu i një limoni siguron 18.6 mg vitaminë C, një sasi më se e rekomandueshme ditore për të plotësuar nevojat tona për vitaminën C. Lëkura. Vitamina C te limoni ndihmon njëkohësisht që të zvogëlojë edhe rrudhat e lëkurës, të paksojë lëkurën e thatë si edhe ta mbrojë atë nga plakja dhe nga dëmtimi i diellit. Se si uji me limon e përmirëson lëkurën është e diskutueshme, por në fakt sipas studimeve të shumta, në qoftë se lëkura juaj humbet hidratimin, ajo bëhet më e thatë dhe e prirur për rrudha. Prandaj një studim doli në përfundimin se uji me limon mundet të jetë një hidratues mjaft i mirë. Tretja, disa njerëz pinë ujë me limon si një laksativ ditor në mëngjes për të ndihmuar në parandalimin e kapsllëkut. Pirja e ujit të ngrohtë ose të nxehtë me limon kur zgjoheni mund të ndihmojë sistemin tuaj tretës. Përgatitja e ujit me limon. Në mënyrë që të keni një përfitim shëndetësor të ujit me limon, ju duhet që ta pini atë vazhdimisht dhe njëkohësisht të përdorni edhe limon të freskët. Për të përgatitur ujin, shtrydhni gjysmë limoni në 250 ml ujë të ngrohtë ose të ftohtë. Mundet gjithashtu që të shtoni edhe nene xhik, xhenxhefil, kanellë e të tjerë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë edhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton, shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!